Kapitulli, mos prit që të tjerët të vinë me ty, shko vetëm. Forca për të ecur përpara edhe kur eceni vetëm. Ka momente në jetë kur ndalesh dhe pret. Pret që dikush të kuptoj. Pret që të shoqërojnë në rrugën tënde. Pret që të ndajnë vizionin, ëndrrën apo dhembjen tënde. Por ka një të vërtet të dhimbshme dhe të fuqishme njëkohësisht, nuk do të vinë gjithmonë. Të ecësh vetëm nuk është dënim. Është thirrje. Është dëshmi e forcës tënde të brendshme për të mos e vonuar më veten duke pritur të tjerët të kuptojnë rrugën që është e jotja, jo e tyre. Shpesh kërkojmë mbështetje, praninë e dikujt që të na jap kuraj, që të na thotë, po, je në rrugën e duhur. Por kur kjo mungon, do të thotë se është koha për të qenë vetë mbështetja, vetë dëshmia, vetë forca. Rruga jote mund të mos kuptohet nga të tjerët. Ata ndoshta nuk kanë vizionin tënd, nuk ndjejnë si ti, nuk janë gati për të bërë sakrificat që ti je gati të bësh. Dhe kjo është në rregull. Sepse rruga e rritjes nuk është gjithmonë një udhëtim në grup. Shpesh është një udhëtim i vetmuar, ku çdo hap që bën është betejë me vetveten. Në vetmi lind qartësia. Në vetmi forcohet zëri i brendshëm që të udhëheq. Në vetmi kupton që nuk ke nevojë për duart e të tjerëve që të ecësh, por për vendosmërinë e vetes për të mos ndalur. Mos prit më. Nuk ka më kohë për të vonuar ëndrat, për të shtyrë shërimin, për të pritur derisa dikush tjetër të jetë gati. Sepse ndoshta nuk do jenë kurrë. Dhe nëse ti nuk nis tani, nuk do e nisësh kurrë. Shko. Ec vetëm nëse duhet. Merr frym thellë, ngri kokën dhe ec. Rruga është më e vështirë kur je vetëm, por edhe më e pastër, më e ndershme dhe më e vërtetë. Fundi i kapitullit. Mos prit që të tjerët të vinë me ty, rruga jote është e jotja. Dhe ndonjëherë, vetëm në heshtjen e hapave të vetmuar, lind zëri i vërtet i fuqisë tënde.